Përshëndetje të gjithëve, të nderuar qytetarë të Belqit, Cerrikut dhe të gjithë Dumrës. Ju falenderoj nga zemra për mirëseardhjen sot në këtë takim të madhështor. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike, lideri historik dhe kryeministri i jashtëm i Shqipërisë, profesor Dr. Sali Berisha, mirë se erdhe në Dumrën tonë. I nderuar drejtori politik i qarkut Elbasan Tomorrel Lizoti, të nderuar kandidatë dhe kandidate të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, mirë se erdhët në Dumrën tonë dhe ju uroj fitore në 11 maj për Partinë Demokratike. Të dashur bashkëqytetarë të mi, sot më shumë se kurrë kemi nevojë të bëjmë të gjithë bashkë, pa dallim, të majtë e të djathtë. Ti themi mjaft më padrejtisë, varfërisë, korrupsionit kësaj qeverie dhe largimit të rinjve nga dita në ditë të cilët po marrin rrugët e Europës. Kjo situatë nuk mund të vazhdojë kështu, por ka akoma shpresë. Shpresa jemi ne, qytetarët të ndershëm, janë fermerët, janë rinia. Shpresa është Aleanca për Shqipërinë Madhështore, jeni ju, Dr. Sali Berisha. Qytetarët të Dumrës që në zgjedhjet lokale të vitit 2023 braktisën këtë lloj qeverise. Ata votuan për ndryshim edhe pse ishin pa vull, pa simbole, pa komisioner, pa emrin tuaj Dr. Berisha. Ne fituam, por votat tona i vodhën banda e cila ishte për shtet. Por 11 maj. Por në 11 maj do japim garanci se përfundimisht do ta shponim këtë keq qeverisje e cila ka 12 vjet dhe ka shkatërruar këtë vend. Prej 12 vjetësh ka larguar mbi 1 milion lekë të rinj jashtë shtetit. Rinia ka marrë rrugët e Europës.